Kryetari i opozitës Lulzim Basha priti në një takim drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore për Shqipërinë Patricio Pagane. Gjatë bisedës, Basha i shpreu drejtorit të Bankës Botërore shqetësimin për situatën e rëndë ekonomike që po kalojnë qytetarët shqiptar. Sipas tij, rritja e taksave, çmimeve dhe papunësia po tregojnë se ekonomia shqiptare është në rënje të dukshme. Ai akuzoi dyshen Rama Meta si shkaktarët kryesor të thellimit të varfërisë, dobësimit të ekonomisë dhe humbjes së besimit nga konsumatorët. Basha tha se qeveria ka vendosur standard të dyfisht në zbatimin e ligjit dhe ka thelluar padrejtësinë sociale duke prishur në mënyrë selektive ndërtimet e pronave të qytetarëve, si dhe duke ndëshkuar po në mënyrë selektive qytetarët për borxhet e energjisë duke favorizuar debitorët e mëdhenj të lidhur me të apo pjesën e qeverisë si dhe disa deputetë të mazhorancës. Ndërkohë ai theksoi se rritja e korrupsionit në vend dhe depërtimi i krimit në vendimmarrje janë faktorët me impakt shumë negativ në gjendjen e përgjithshme ekonomike të vendit. Mëtej ai tha se qeveria shqiptare ka dështuar në sektorin jetik si dhe shëndetësia e arsimi. Sipas tij, bllokimi i palishëm i planeve urbane ka ndaluar segmentin më të rëndësishëm të ekonomisë që sillte rritje dhe punësim.